Ai mjeku të ketë për synim Allahun xhallal xhelalu sepse po i vjen në ndihmë krijesës Zotit për sadakadhonësin, sepse thotë të japësh kur je me shëndet plot, sepse njeriu kur është domethënë i smur apo kur ka një hall apo kur ka një problem, ndoshta në një lloj shpresë dhe nuk është se ka ndonjë të keqe në këtë, përkundrazi i jep me shpresën që Zoti t'ia largojë atë smundje, atë problem, atë hall, cila do qoftë problematika e tij. Ndërsa profeti po të flet kundërtën, je i shëndetshëm plotësisht, nuk ke asnjë hall, ke pasuri, por domethënë lakmon atë pasurinë tënde. Për këtë thotë sadakaja më e mirë. Vallë pse? Sepse ky person po kërkon të edukohet me Islamin. Ky person po kërkon që gjithë shka t'ja kërkojë Allahu xhallal xhelalu. Lodhet njeriu gjatë jetës tij. Ai i cili është punojës si rregull, qoftë me profesion apo pa profesion. Le ta bëjë në jetë Allahun xhallal xhelalu. Në mënyrë që kur të kalojë 8 orarshi apo 10 orarshi, të mos jetë shpërblimi i tij vetëm paga të cilën e merr. Ai mësuesi të bëjë në jetë Allahun nëpërmjet shpërndarjes së diturisë. Ai mjeku të ketë për synim Allahun xhallal xhelalu sepse po i vjen në ndihmë krijesës Zotit, cili do qoftë besimi i tij apo orientimi i tij. Ai tjetri i cili ka një X pozicion, të cilin është i detyruar ta bëjë, por nga natyra të cilën e ka marrë mbi supe, le të bëjë në jetë Allahun që krahas shpërblimit monetar, ai të dali me shpërblimin e madh që është shpërblimi i Allahut xhallal xhelalu, ku nuk barazohet asgjë me shpërblimin e të madh të Allahut.